ka një farë periodizimi si kundër ne i bëjmë periodizim zhvillimit historik të arteve të kulturës shqiptare të gjithë vendit, po posaçërisht të arteve, ku ndoshta si periudhë të parë mund të quajmë vitet 50 deri diku tek 67, 68, diçka e tillë. Pastaj kemi një farë lirie, liberalizimi që erdhi në fund të viteve 60 dhe fillim të viteve 70, para plenumit 4 të Komitetit Qendror, ku ne provuam përgjithsisht kritika, mendimin kritik dhe në faqet e gazetës Drita, pati një lullëzim dhe një shprehje ndryshe të mendimit kritik, më të shpenguar, më të lirë, me modelime të mendimit edhe brenda atyre tipologjive dhe paradigmave që vinin nga mendimi kritik botëror, dhe pra në faqet e Dritës edhe sa i takon reflektimit mendimit për kinografin, për filmin shqiptar, ka një lirshmëri më të madhe, ka një paraqitje më të imtë dhe më të shpenguar të mendimit mbi filmat, sikundër vetë arti pati një lullëzim, mendoj unë, një zhvillim sigurisht brenda parimeve të realizmit socialist dhe brenda kohës dhe asaj ideologjie, e cilat përcaktonte si shtratin e Prokusit, që ti dorish në këto parime, dorish në këto ide, dhe nuk mund të ikësh më totje, se unë nuk të lë ndryshet të ndëshkoj, të godas, si ndodhi faktikisht pas vitit 1973 me plenumin e 4, ku shumë artistë të kinemas, regjizor, edhe të tjerë, u kritikuan ashpër për filmat të caktuar, u ndëshkuan madje, edhe pas vitit 73, besoj se në tërësi Drita, faqet e Dritës, kanë një invazion të mendimit ideologjik, do të quaja, të PPSH-s, po dhe të kritikës, që ishte bartëse këtij mendimi ideologjik, për të afishuar ato ide që erdhën nga ky plenum, që erdhën nga leadershipi i saj, posaçërisht nga Enver Hoxha, si lideri i Partisë Komuniste Shqiptare, dhe vetë tiu ky mendim u rrudh. Ajo ndjesi e vogël, iluzive, e një lirie të kapur dhe një shprehje të njërisie në mendim u zhduk. Unë gjykoj që pas vdekjes së Enver Hoxhës, ajo frika e madhe që kishte kushdo artist, për të ndërtuar, së të thuash vetvete, në vetvete një autocensur, ose atë që e quajmë shtrati i Prokurustit. Kështu kanë vuajtur gjithë shkrimtarët dhe artistët, por pas vdekjes së Enver Hoxhës ka një lëvizje për mirë, për mendimin tim, dhe pikërisht janë vitet 87, 88, 89, 90, sepse në gazetë reflektohet në shumë mendime të shfaqura për një liri më tepër, për një trajtim më realist të jetës, larg këtyre parimeve të ngrira, larg patetizmit, larg gënjeshtrave, larg krijimit të një heroi fiktiv, heroi të ri që quaj, ose krijimit të raporteve gati parajsore të lumtura në familje, në jetë, kudo, me ato optimizmin qik false dhe të detyruar. Tani ne shikojmë dhe drama në për personazhe, shikojmë dhe personazhe traumatik që kanë probleme të mëdha në formimin e tyre, në raportin me burrin, me të fejuarin, me të dashurin, me ambientin, me familjen, me shumë çka tjetër, dhe ne shikojmë dhe pjesën griose të errët të kësaj kohe. Jemi në periudhën Gorbaçoviane, le ta quajmë, kur dhe pjesa e epërme e Partisë Punës, kasta drejtuese e kësaj partie me Ramiz Aliin në krye, filluan të bëjnë një kthes jo shumë të fortë siç e bën vendet e lindjes dhe Bashkimi Sovjetik me Gorbaçovin, që lejuan një mendim krejt të lirë në shtyp, lejuan një art shumë të shpenguar dhe shumë më ndryshe, me rrëzime të mëdha të skemave. Këtu ruajtën skemat e realizmit socialist në masshtab, në të përgjithshmen, por fuqia që kishin artistët tanë mundësuan që të depërtonin mirë edhe në problematikën më aktuale të shoqërisë sonë, në plagët, streset, në dramatizmin e saj, në shumë hallë dhe probleme, duke e bërë filmin më realist.
vertikale, kjo ishte struktura. Pra, kryetari, seksion. Domethënë pjesa e epërme, sekretariati, quaj, pastaj vinte kryesia, pastaj vinte plenumi, pastaj vinte degët e lidhjeve, dhe pastaj vinte gjithë hapësira që ishin shkrimtarë që prodhonin, krijonin. Kështu që, domethënë që një strukturë piramidale, si gjitha strukturat e tjera të Partisë së Punës. Gazeta Drita ishte organi qendror i lidhjes shkrimtarëve. Dy kishte, një Gazetë Drita dhe një revista Nëntori. Po Gazeta Drita ishte përjashme, Nëntori që i përmuajshëm. Ajo kishte më shumë natyrë dhe të studimeve, të kritikave më të gjëra, se hapësira që më e madhe. Gazeta Drita, duke qenë e përjashme, ishte më operative, më dinamike, udhëzimet, idetë, ato që vinin nga Komiteti Qendror ose trajtimi ishin më të shpejta, më energjike, më të aty për atyshme. Kështu që zakonisht kryesia ose mendimi më i madh, ai që kishte pushtetin më të madh ishte kryetari i lidhjes shkrimtarëve, që në Partinë e Punës sekretari i parë, kishte deg të lidhjes shkrimtarëve, që përfshinin gjithë shkrimtarët. Tash brenda këtyre degëve funksiononin edhe drejtimet ose seksione, ato që i ardheve pamore, i ardheve të teatrit, i kinemas në Tiranë, i muzikës, kështu përfshiheshin gjithë ardhet dhe i letërsisë, ajo që e letërsisë dhe ardheve, lidhje shkrimtarëve. Nga këtej pastaj zgjidhej një plenium, që ishte rreth 80 veta, që ishin njerëz të zgjedhur, artistë shkrimtarë më të shquar të vendit, po dhe drejtues të degës lidhjeve të shkrimtarëve në rrethojë, gjithë drejtues shumë pak nga ata që kishin aktivitet dhe që mendohej se ishin të mirë. Ky plenium, që ishte në organizate, ndahej në seksione. Seksioni muzikës, seksioni arteve figurative, seksioni teatrit dhe ikonografisë, edhe seksioni letërsisë, që ishte kryesor. Dhe mbi pleniumin e lidhjes, ndërtoje kryesia e lidhjes. Pleniumi zgjidhte kryesinë. Jo se zgjidhte pleniumin, kuptosh drejt, ato që në emra të rekomanduar, ky, bëj një votim, atje jemi dakord dhe mori fund ajo punë. Dhe zgjidhej kryesia. Kryesia, sigurisht, zgjidhte pastaj pjesën e epërme, kryetarin, dynën kryetarit, sekretarët e lidhjes. Kjo ishte skema, si që qenë gjithë skemat e këtyre organizmave, si që ndërtohen. Nësa në fushën e ideve, të ideologjisë, politikës, ata vareshin direkt nga Komiteti Qendror. Edhe kryetari i lidhjes shkrimtarëve, asaj kohë kishte pushtet shumë të madh, sepse ai ishte edhe pjesëtar i forumit lartë të Partisë së Punës, po ishin dhe lidhjet e vogla, e të ngushta që krijoheshin midis leadershipit Partisë Komuniste me lidhjen. Kështu që kishte një peshë shumë të madhe ai bashkë me sekretariatin, me këto 4-5 të tjerë që rinin pas. Dhe kështu vinte ajo në mënyrë vertikale. De facto nuk u thanë ato që u thanë pastaj pas viteve 90. Kur erdhi dhe u legjitimua liria, dhe u thanë të gjitha që arti ynë i realizmi socialist, ne po flasim për kinema që ka një bërllok që i thonë në gjuhën popullore ose një kapic, një stok i madh që duhet flakur dhe që s'kemi pse e mbajmë në një farë mënyre, prandaj dhe nga lindur diskutimet më dha duhen mbajtur disa filma që janë tejet të ideologjizuar dhe që mashtrojnë dhe që japin një pamje të gënjeshur të jetës së të njeriu të kohës, por në 350-360 filma që ka bërë Kino Studio Shqipëria Re, me një prodhim kolosal prej 14-13-14 filmash në vit, sigurisht një pjesë jo të vogël të tyre, ne mund t'i marrim, mund t'i shikojmë dhe sot. Një disidencë e heshtur, e pashfaqur, jo në formën e një rrime estetike, kritike, që shfaqet hapur, se së lënde kush, ne kishim një socializëm një komunizëm, tejet rrep, se ishte edhe lindja, po lejonin ca gjëra ata. Nësa këtu mbyllë, u masakruar çdo gjë, ma shkuan njerëzit në burg, kanë vajt njerëzit në burg, kanë vajt njerëzit në për
ferma e në përfshatëra të thellë. Unë kam qenë pedagog, për shembull, në Institut të Arteve. Në 73-shin, hoqin 22 pedagogë, mendoti tani, i shpardalluan, i flakruan, i zhduken në për fshatëra, në për humbëtira. Pse? Qa thanë ata, thanë 5 gjera, donin 5 gjera më shumë. Mbaj mend që në 73-shin ikën, ndruan gazetar, ndruan bile dhe kryesin e lidhjes shqiptare, ndruan erdhi drejtëroi, ishte edhe Mitër Shëndërgjit. Jo se kanë një ndryshim të madh parim ata, kupton, po ndryshuan në përgjithësi redaksia, gazetarët e pastaj bashkëpunëtorët, shumë vetave që shkruanin, u kritikuan, u stepën, a kupton. Kjo ishte një situatë shumë e rëndë atëherë. Kur duhej të goditej dikush apo diçka, ose t'jepe i mendim zyrtar, gjithë një thuhet e redaksia, ose korespondent e redaksia. Kishte edhe raste, se unë kam qenë antar i plenumit lidhjes shkrimtarëve, dhe di shumë mirë se funksiononte. Kishte raste kur shpesh redaktori vënte, kishte 2 herë, kishte një artikull, vënte edhe korespondenti, se me 2 emra, se do mbushte gazetën. Ashtu që kundër kishte raste të tjera që si për të fshehur mendimin, diku dilte me korespondenti i gazetës. Po zakonisht kur dilte redaksia e gazetës, ai ishte i mendim zyrtar. Ishte i mendim që vinte ose nga kryesia e lidhjes shkrimtarëve, ose nga redaksia direkt, ose porosia e Komitetit Qendror. Gazeta Drita, faqet e saj ishin, si thua, një farë mesazheri i lidhjes shkrimtarëve, i Partisë Punës, për të orientuar dhe për të dhënë, si me thënë, dritën se ku fokusohet këtu ose aty, çfarë vlerash janë ndërtuar, si janë këto vlera kritika që bëj për të tërhequr veshin tjetrit, kujdes se po ashtu kështu. Kjo ishte pak a shumë. Domethënë ishte gazeta që lançonte në mënyrë dinamike, të përjashme, gjithë idetë dhe mendimin politik dhe estetik, sigurisht estetik, artistik të lidhjes shkrimtarëve.